E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi, realisht më të lumtur se kur, sepse kemi se çfarë t'ju tregojmë. Edhe pak minuta na ndajnë nga ora më e bukur. Sonte kemi natën e Halloweenit. Konkretisht më datën 31 tetor është nata e Halloweenit. Më besoni që unë kam bërë ca ndryshime të vogla në shtëpi, ca qirinj interesant, sepse dëshiroj me zemër që fëmijët të rriten në këto festat që kanë mbetur si kujtim dhe që kanë këtë hijeshinë e bukur, por këtë gjë nuk e ka lënë të anashkaluar edhe çifti më i bukur shqiptar, edhe çifti më pozitiv shqiptar, edhe çifti që për muaj të tërë na ka dhënë dashuri dhe ka vazhduar të na rijape shumë dashuri edhe për vite të tëra. Do të flas për Luiz Eilin dhe Kiara Titon. Luiz Eili dhe Kiara Tito kanë përzgjedhur që pikërisht në natën më të bukur të Halloweenit të vinë në formën më ideale të tyre. Ato kanë përgatitur një story dashurie në Halloween. Ju e shikoni historien e tyre, do me thënë një kështjell prej shtrigash, vare të shtrigave, një ambient i tmerrshëm, ku Luna Mari vije si një Halloween, do me thënë dhe Luizi dhe Kiara janë familja e Halloweenit, çifti që përjetojnë dashurinë e Halloweenit, një mbret Halloweeni që puthë në dorën e gruas dhe një familje Halloweeni që darkojnë dhe festojnë pikërisht në natën e 31 tetorit. Është një ambient shumë i bukur, një montazh e punuar në mënyrën më perfekte nga Luna Mari, Luiz Eili dhe e bukura, e ëmbla dhe e dashura Kiara Tito. Ka ardhur në formën më interesante, do me thënë një film mini i vogël që tërheq vëmendjen e publikut dhe i dhuron publikut emocion. Tani që Luizi Kiara kanë qenë të veçantë në çdo fest, në çdo datë të shënuar që në fakt ka patur një kuptim, kjo as që diskutohet. Do me thënë kanë qenë të veçantë, vazhdojnë të jenë të veçantë dhe mbeten të veçantë. Por këtë emocionin, këtë energjin, këtë pozitivitetin, si duket Luizi dhe Kiara ja ka dhënë edhe vajzës së tyre Luna Marin, që në momentin që Luna do filloj të kuptoj, do filloj të jetë më e rritur, do të kuptoj se sa bukur mami dhe babi kanë argëtuar fëmijën e tyre. Unë besoj që edhe ju keni përzgjedhur personazhin të cilin ju dëshironi të shndroheni ditën e nesërme. Ju premtoj që në njërin nga videot e komentimeve të mia do të vi dhe unë Halloween në shenjë e respektit të asaj dite, por kjo video është ideale dhe Luizi këtë ka shpërndar në rrjetin social Instagram të tij në shenjë respekti për ditën që vjen. Do me thënë, pa marrë parasysh se sa angazhime ka çifti, nuk lën asnjë gjë për t'u anashkaluar që të kënaqet Luna, se në fund të ditës, do me thënë, kjo fest është imagjinata e fëmijëve që krijojnë personazhet e tyre të frikshëm dhe dëshirojnë të përjetojnë një ndjenjë duke qenë në një personazh i frikshëm. Dëshiroja të ndaj këtë video me ju, dua të marr mendimin tuaj si ju duket familja Eili tashmë në Halloween, të përzgjedhur në këtë mesazh kaq interesant dhe në këtë botë kaq interesante. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju na ndiqni me subscribe.